Paula Kodra, aktoria me re në mosh, prej disa vitesh, tashmë pjesë e teatrit Andon Zaku Çajupi të Korçës, dallon në profesionin e saj, humori, pasioni, energjia e 29 vjeçares, ka tërhequr vëmendjen e ardashësve, por dhe të redaksis ton. Për këtë arsye, City News Albania sjell një profil të aktores, e cila tregon me shumë kënaqësi sekretet e profesionit të saj. Fillimisht, Paula, fokusin e saj kishte drejt muzikës, e më konkretisht pianos. Duke studiuar në shkollën e muzikës në qytetin e saj të lindjes, po çfarë bëri atë t'i përkushtohet aktrimit dhe sa të vështirë pati këtë zgjedhje, cilët e kanë mbështetur gjatë gjithë rrugëtimit të saj të studimeve në këtë degë? Pasioni im për artin ka nisur që e vogël, në fakt nuk është se e kam kuptuar vetë këtë si pasion, por ka qenë mami e cila më ka shtyrë që të shkoj në shkollën e muzikës. Edhe kështu gjendem në një konkurs për muzikë dhe instrumenti që zgjodhëm ishte piano. Karriera ime artistike ka filluar që në moshën 6 vjeçare, me pianon, siç thash, dhe me koncertet një pas njëshme, vit pas viti, deri në moshën 18 vjeçare, që unë mbarova gjimnazin. Pastaj në moshën 18 vjeçare, unë ndodhem përpara një dileme shumë të madhe, e cila ishte çfarë dege duhet të vazhdoja për universitetin. Kam dashur ta braktis instrumentin, edhe për këtë ndihem fajtor. Në një takim të shkurtër me aktorin Marko Bitraku, ndjes pas, një idhullimi, ai zbulon tek unë disa element interesant dhe ka qenë sugjerimi i tij që unë të vazhdoj aktrimin. Më pas në një takim tjetër me aktoren Zamira Kita, e cila është drejtuesja e institucionit ku unë punoj tani, dhe një kolege shumë e dashur për mua, më sugjerojnë të dy që unë të vazhdoj aktrimin. Në fund të vitit të tretë të universitetit, unë marrë vendimin që të bëj një specializim në Milano, një shkollë Mimo Drama. Më pas vendos të kthehem në Shqipëri, pas 2 vitesh eksperiencë në Milano, sepse mendoja që ishte kohë e humbur, që unë një vajzë e huaj, në një vend të huaj, me njerëz të huaj, me një sër burokracish që janë procedurat për të qëndruar jashtë shtetit, jo vetëm si artist, mendova që ishin vite shumë të rëndësishme dhe shumë aktive të jetës time që nuk duhet i humbja duke ndenjur kot. Të shumta janë shfaqje teatrale, në të cilën ajo ka veshur personazhe të veprave më të njohura botërore. Ndonse në pamje të parë të jep përshtypjen e vajzës Shapkëne, aktoria korçare di të përshtatet mjaft mirë edhe me dramën, palën pas edhe komeditë, të cilat kanë mbushur sallën e teatrit plot. Roli i parë i aktores ka qenë pikërisht me Robert Ndrenikën, një personazh aq i dashur për shqiptarët dhe fatësjellës për Paulën. Roli im i parë me Robert Ndrenikën ka qenë një start i jashtëzakonshëm. Të takoja Bertin në veçantë ishte një emocion i veçantë, më tepër të kisha dialog të isha si vajza e tij në rol, siç ishte edhe vepra. Me regjisor Milto Kutalin ka qenë një eksperiencë fantastike për mua. Dhe pastaj vendos që të kthehem në Korçë. Dhe pse jo të provoja të punoja edhe këtu. Kështu nis në maj të vitit 2017 eksperienca ime në teatrin e Korçës. Me regjisor Edriada Dervishin, me një shfaqje shumë të suksesshme siç ishte 8 femrat. 8 femrat më ka njohur me aktore të mëdha të skenës shqiptare, siç është Yll Kamujo, Raimonda Bulku, Merita Çoçoli, Zamira Kita, Olta Daku, të gjitha vajzat e tjera, kolegët e mia të reja. Çdo aktor në skenë ka dhe momente të sikletshme, por Paula nuk u vendos në siklet dhe zgjodhi të tregoj me buzëqeshje disa nga momentet që i kanë mbetur në kujtesë. Olta Daku është kolegja dhe mikja e saj, e cila e vë gjithmonë në vështirësi. Unë kam luajtur në teatrin e Korçës edhe në teatrin kombëtar. Dhe në shumë prej këtyre veprave kur unë kam luajtur, ka rastisur që të jem kolege me aktoren Olta Daku.
Nuk ka shfaqje ku unë jam në dialog me Oltën apo në veprim me të, që mos jem në siklet, sepse është një aktore e jashtëzakonshme dhe është shumë provokuese në skenë, dhe ndonjëherë do që të më testoja, do e mbaj do të qeshurën apo jo. Me të kam patur momente jashtëzakonisht të sikletshme. Domethënë që kam qenë në faza që momenti ka qenë shumë dramatik dhe ngacmimet e saj kanë qenë gati të papërballueshme, por që ja kam dalë me sukses. Pastaj ndonjë defekt teknik ose të harrosh një objekt ose mundet të kenë ndodhur, por që janë superuar në mënyrë të mirë, le të themi, nuk janë kuptuar edhe aq shumë. Publiku korçar për 29 vjeçaren është i pakrahasueshëm me qytetet e tjera për sa i përket teatrit, po për Paulën, krahas këtij të fundit, edhe filmi është pjesë e angazhimeve të saj në disa projekte. Në rast se unë do të diskutoja në lidhje me publikun, Tirana ka një publik shumë të dashur. Do të thotë që reagon, qesh, duart roket në momente, ndërsa Korça kam përshtypje prej historisë, prej kulturës edhe prej themeleve që ne kemi në kulturë, në teatr gjithashtu, mendoj se janë më selektiv. Edhe preferojnë shumë cilësinë apo vlerën. Kështu që unë do të preferoja më tepër publikun e Korçës dhe jam e bindur që janë shumë ardashës, por janë edhe shumë të kulturuar. Personazhe të tilla i sjellin Korçës më tepër vlera si një qytet ardashës dhe me plot aktorë të njohur që kanë prekur skena edhe jashtë Shqipërisë.